Profetizmi në mendimin islam. Paprekshmëria e myslimanit. Përveç paprekshmërisë që Allahu i ka dhuruar njeriut në përgjithësi, besimtari ka gradën më të lartë të shenjtërisë dhe vrasja e tij është shkak i dënimit të rëndë. Allahu i madhëruar thot: kushdo që vret një besimtar me qëllim, ndëshkimi i tij është xhehenemi në të cilin do të qëndrojë përgjithmonë. Allahu është zemëruar me atë, e ka mallkuar dhe i ka përgatitur një dënim të madh. Nga ana tjetër, etaloni i besimit nga pikpamja e Kuranit është shfaqja e simboleve të Allahut dhe pohimi i Islamit. Në këtë gjendje, nuk lejohet agresioni, dhuna, armiqësia ndaj atyre që pohojnë Islamin. Allahu i madhëruar në librin e tij të shenjtë thot: O ju që keni besuar, kur të shkoni në luftë në rrugë të Allahut, shqyrtoni gjithçka me kujdes. Mos i thoni atij që ju përshëndet me selam, nuk je besimtar, me qëllim që të fitoni kënaqësi të kësaj jete. Shkaku i zbritjes së këtij ajeti është veprimi i profetit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, kur nga betejë e Kajberit dërgoi Usama ibn Zeid në disa fshatra jehudite nga ana e Fedekut për t'i ftuar ata në Islam. Merdas ibn Nehik el Fedeki, kur dëgjoi për këtë, mblodhi familjen dhe të afërmit e tij nga ana e malit dhe filloi të thotë: dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pran tij kaloi Usama ibn Zeidi, i cili e preu në besë dhe e vrau atë. Kur u kthye tek profeti, e lajmëroi për atë që bëri. Profeti i tha: vrave burrin që dëshmoi se s'ka Zot tjetër përveç Allahut e unë jam i dërguari i Allahut. Usama i tha: o i dërguari i Allahut, ai e tha atë për të mbrojtur nga vrasja. Profeti i tha: ti nuk e hape mbulesën e zemrës së tij, as nuk e pranove atë që tha me gjuhën e tij dhe as nuk e ke ditur se çfarë ka pasur në brendin e vetes së tij. Ka shumë hadithe që i ndalojnë muslimanët t'i quajnë të pafe pasuesit e tjerë të umetit të tij. Profeti Muhammed e ka sqaruar kufirin e besimit e të mosbesimit, kufrit, duke thënë: jam urdhëruar t'i luftoj njerëzit derisa të thonë la ilahe illallah. Nëse e thonë, falni namazin ton, drejtohen nga kibla jon dhe i therrin kafshët me therrjen ton. Na është ndaluar vrasja e tyre dhe marrja e pasurisë së tyre. Në betejën e Kajberit, kur i dërguari i Allahut ja dorëzoi flamurit prisit të besimtarve, Aliut, paqja qoftë mbi të, që të hapte murin mbrojtës të Kajberit, i tha: unë do t'i jap këtë flamur një burri që e do Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe Allahu do ta çliroj këtë me dorën e tij. Profeti e thirrri Aliun dhe ja dorëzoi flamurin duke i thënë: shko e mos u kthe derisa Allahu të jap triumfin. Aliu i tha: o i dërguari i Allahut, për çfarë ti luftoj njerëzit? Profeti tha: luftoj derisa të dëshmojnë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i tij. Nëse e bëjnë këtë, të ndalohet ty gjaku dhe pasuria e tyre. Po ashtu, i dërguari i Allahut ka thënë: më njanohuni nga ata që thonë s'ka Zot tjetër përveç Allahut dhe mos i quani të pafe ata për një gjunah. Ai që i quan ata të pafe është më afër mosbesimit, kufrit. Gjithashtu, Sematu ibn Merham ka përcjell nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, thënien e tij: Islami është dëshira se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe pohimi e vërtetimi i të dërguarit të Allahut. Me atë mbrohen gjakrat, zbatohen martesat, trashëgimit dhe grumbullohen njerëzit. Vërtet, ka shumë tekste hadithesh nga shiat dhe sunitët që i ndalojnë muslimanët t'i quajnë të pafe të tjerët. Mirëpo,
Këtu nuk është vendi që të përmenden të gjitha.